Besi Zeka. Okej, është një ngjarje, një djalë i cili ka ardhur në Kosovë, ka një vit që po jeton në Kosovë, arsyeja pse ka ardhur në Kosovë për një vit ka qenë për të studiuar tregun edhe se si po shkojnë, cilat janë interesat e të rinjve dhe ka vendosur që të hap një workshop për të gjithë të rinjët të cilët janë të interesuar. Mund të ndjekim edhe pamjen ndërkohë që kemi përcjell dje workshopin. Ka marrë me të gjithë të rinjët të cilët janë të interesuar të dinë më shumë se si realizohen filmat e ditë, cilat janë efektet që përdoren për të realizuar këtë filma e shumë çka tjetër të cilat ai shpjegon në detaje. Gjithashtu, sipas Besit, i cili ka ardhur për një studimi shumë të madh me një përvojë shumë të lartë profesionale, i cili ka kaluar në Hollywood, ka vendosur që këtë ta bëj si rezultat që Kosovës i mungon diçka e tillë, edhe pse në kinemanë tonë kemi të vetme në Prishtinë, kemi kemi filma 3D të cilët Shka qemi vuatin edhe në raja. Jo, dhe Gjermani ka vali. Kena filma 3D, kena normal që jase, po, i ka qenë shumë kurreshtar. S'po dija punon dikush 3D të na. Nuk e dija, po. Kanë shkuar sen më në detaj për teknikat tona veç në përgjithësi ka fol për industrinë e filmit 3D. I cili ka thënë që në këtë workshop mund të marrin pjesën, nuk po duam të citu bash deklaratën, po që tregon se kush mund të marrë pjesë në këtë workshop, edhe tregon qëllimin pse ka ardhur me bë këtë workshop, edhe çka do të vazhdoj tutje përveç workshopit në Kosovë. Shohim një herë deklaratën, mandej do t'i shpjegojmë detajet tjera. Ta shohim pra deklaratën, mandej i shpjegojmë detajet. Qëllimi im edhe kom marrë në Kosovë për parë ka qenë që ta bim një shkollë këtu të saj përket 3D-s dhe që njerëz mos kanë nevojë të dalin jashtë të studiojnë, po ta kemi këtu. Në këtë workshop ka mundësi të vjen çdo kush si me përvojë apo pa përvojë, për atë që të informojmë se si bëhen filmat në 3D. Si prej beginners, prej fillestar deri te ata që dinë, që janë advanced. Kushdo është e hapur për këtë. Okej, pam që janë të hapur për të gjithë të rinjët, prej ata që nuk dinë asgjë rreth 3D-s, deri tek ata të cilët kanë përvojë pak a shumë në këtë teknik, ndërsa tregoj që planet e tij apo misioni i tij, qëllimi i tij është që në të ardhmen të hapë edhe një shkollë për 3D, pse jo në Kosovë, me që sipas tij është shumë e nevojshme dhe duhet të zhvillohet edhe kjo teknikë që në botë më nuk është ndonjë gjë shumë interesante. Është shumë interesante, posaçërisht shkolla ku e ka kryer Los Angeles Film School dhe ka përfundu. Momentalisht është të punu në filmin Transformers 4, që është njëri prej filmave, kemi pa dhe njëri prej filmave me efektet më të mëdha sa i përket audiovizuale dhe 3D-s, ka punu në reklama Infinity, Alfa Romeo, Nike edhe Muppets, edhe shumë reklama tjera, kështu që ka qenë ICK ajo që i ka hapë dyrt me umajt kjo Kosovo Innovation Center, e cila po bën një punë kogjasit madhe sa i përket trajnimit ose ndërmjetës sa i përket zhvillimit të inovacioneve në Kosovë. Është interesant të tregu publikut që tash është edhe hera parë që është i punu një film 3D kosovar, e ka financu QKK, Qendra Kinematografike Kosovare, edhe është u kryer në vërtet tash, veç posterin e kom pa. Sigurisht kemi me pas një vendash për mysafir.